Nëse keni ngrënë ndonjëherë një lug Nutella, një çokoladë Kinder apo keni dhuruar një kuti Ferrero Rocher, atëherë keni shijuar genialitetin e Michael Ferreros. Ai ishte njeriu më i pasur në Itali, me një pasuri që ja kalonte edhe Berlusconit, por ndryshe nga miliarderët e tjerë italian që bënin festa të çmendura, Ferrero ishte i padukshëm. Për dekada të tëra ai njihej si Willy Wonka i jetës reale. Ai rrallëherë jepte intervista dhe nuk lejonte askënd të hynte në fabrikat e tij pa leje speciale. Fabrika më e madhe e Michael Ferreros ishte spionazhi industrial. Ai ishte i bindur se rivalet donin t'i vidhnin formulën e Nutellas. Legjenda thotë se ai ishte aq paranojak për ruajtjen e sekretit saqë e kishte përkthyer recetën e Nutellas në gjuhë arabe dhe e kishte fshehur në një kasafort në Kairo të Egjiptit, duke menduar se aty askush nuk do ta kërkonte. Edhe në fabrikën qendrore në Alba të Italisë ai mbante një regjim ushtarak, punonjësit nuk lejoheshin të flisnin për atë që shihnin brenda. Shpikja e pashkëve të përditshme. Një nga idetë e tij më geniale lindi nga një vëzhgim i thjeshtë. Ai vuri re se fëmijët gëzoshin shumë kur hapnin vezët e pashkëve për të gjetur lodra brenda. Ferrero mendoi, pse fëmijët duhet të presin pashkët një herë në vit, le t'u japim pashk çdo ditë. Kështu lindi Kinder Surprise, vezët Kinder. Kjo shpikje e thjeshtë u solli miliarda euro fitime. Testi i zonjës Valaria. Edhe pse ishte miliarder, ai nuk u besonte ekspertëve të marketingut me kostume të shtrenjta, ai besonte zonjës Valeria. Kush ishte ajo? Për Ferreron, Valeria ishte simboli i anvisës italiane, nënës që bën pazar çdo ditë. Para se të hidhte një produkt në treg, ai pyeste veten, a do ta binte këtë Valeria për fëmijët e saj? Nëse përgjigjja ishte jo, produkti hidhej në plera, pavarësisht sa para ishin shpenzuar për të. Michael Ferrero vdiq në vitin 2015 në moshën 89 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të ëmbël që vazhdon të drejtohet nga familja e tij, po me të njëjtin diskrecion.